Mirë se vini në një epizod të veçantë të Star Serving Hope, ku mendimin e personazheve publike ne mundohem të sjellim shpresë aty ku ka më shumë nevojë. Arsyeja pse jemi sot në qytetin e Ferizajt është sepse nuk do e fillojmë emisionin nga studia, por do e takojmë një nga artistët më të mëdhenj shqiptar, i cili nuk i ka prekur zemrat vetëm përmes muzikës së tij, por duke dhënë shembullin e humanizmit dhe solidaritetit. Labina Tahiri, një nga emrat më të mëdhenj të skenës muzikore, si dhe një nga humanistët më të përkushtuar shqiptar. Një artist që me artin dhe veprimtarinë e tij, pa kushte, ka ndihmuar njerëz në nevojë, duke ju dhuruar jo vetëm këngë, duke ju dhuruar shpresë për të jetuar, duke shpëtuar jetë njerëzish dhe duke e kthyer buzëqeshjen aty ku më së paku pritej. Sot jemi në qytetin e Ferizajt, sepse së bashku me Labin do e vizitojmë një organizat Handyfair, organizat kjo që ka për mision promovimin dhe për të drejtat e barabarta për personat me aftësi të kufizuara. Labi, faleminderit që u bashkove sot misionit tonë, është kënaqësi që je mesin tonë. Faleminderit Arnora, të rrezoj për misionin dhe nga dishmërinë që mua përkushton kësaj kategorie, për arsye se kanë nevojë shumë. Ndoshta më shumë mund të bëjnë media se sa ndoshta organet e shtetit për ta, sepse në shumë raste janë harruar, dhe kështu që kur më keftu për këtë intervistë dhe këtë organizim, sidomos për surprizën e atij djali, pata dëshirë të marr pjesë, edhe pse shumë rrallë shkojnë në emisione, për arsye mos më bëj tepër se sot janë aktuale edhe TikTok, Instagram, Facebook edhe shumë rrjete sociale. Domethënë e ruaj veten që mos të ekspozohem shumë, e sidomos te muzika se mo dihet se çfarë kënon Labi ose çfarë hipte ka, por për këtë emision nuk hezitova dhe deshta marr. Sepse kemi një arsye të veçantë se të kemi këtu, kështu që do e zbulojmë më vonë, por Labi, ju keni dhënë një shembull të jashtëzakonshëm duke u gjendur gjithmonë njerëzve në nevojë. Çka ju motivon më shumë që ju shtyn që ta bëni këtë rrugë që keni bërë në vite? Shumë herë më kanë pyetur rreth kësaj pyetje që po e bën edhe ti, po menimi edhe shumë aty. Po. Edhe kur s'ka pas Instagram, Facebook, kena pas raste për organizime humanitare në taku, po. Unë jam me fat që i përkas edhe një kohës kur në Kosovë 90% e popullsisë nuk kam pas kushtet e mira, kështu që kam qenë edhe njëri prej aty në qytetarëve që e kam përjetuar në atë kohë çka është për mos me pas, ose kushtet cilat sot i kanë një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve. Prandaj unë jo marrë dhe vazhdoj me u marrë, sepse nuk është shumë e rëndësishme se si jetojmë në jetën ne. Fundit në shpirt kërkojmë që ta kemi një qetësi dhe të kemi dashuri për veten dhe për njerëzit. Nga njëherë i kena të arnat, por mundohet se s'kemi as dashuri as për veten as për njerëzit. Unë konsideroj se pasuria më e madhe është kur dikush ka mundësi me ia çel derën dikujt dhe me ndihmu dikujt dhe me egzu dikën. Unë vazhdoj atë mision dhe besoj që deri në vdekje do të vazhdoj. Ju keni qenë shumë pranë familje në nevojë dhe a mendoni që keni qenë frymëzim dhe shembull që edhe shumë njerëz të tjerë ta ndjekin rrugën tënde? Po, besoj që po, sepse nifëm ndër ata persona, po tham që jam i vetmi, simbolik kem Nën Terezën, ne kemi vazhduar rrugën e saj dhe mundohem të vazhdojmë. I përgëzoj gjithë ata që bëjnë raste humane, që mirën me raste humane. Dikur kam pas kritika se thoshin Dora Djazman me pat majtën e kësi farë mualife që thujnë gjakovarta, ama unë menoj që shifrat cilat unë i kam lidhë 24 orë, 200-300 euro, ato jënë kam për publikun, se të i parojnë kam poplit. Unë menoj që ata që veprojnë në këtë mënyrë me ndihmu njerëzit, asgjë mos arrishin jetë, ju them të vërtetën që do ta gjejnë paqen me veten, sepse kanë bërë diçka mbrapa të mirë dhe kanë gëzuar familje. E përmendi këto komentet sot, kanë ndikuar ndoshta shpesh kur i ndëgjon komentet të këtij lloji që pse po e bojnë humanitetin, pse po e përdorin, apo a mendon që një fytyrë publike duhet me përdor zanin e vet, sepse po mos t'ishte Labi, t'ishte dikush tjetër, nuk besoj që do ta kishte ndikimin e njëjtë. Unë kam rrezikuar karrierën time, edhe kam pas kritika
Pa më në kritika pozitive që ju kam dhënë njerëzve se më kam dhënë borën shi. Edhe I falenderoj popullin shumë, sidomos diasporën që kanë kontribuar më të madhe dhe brenda shumë pak orëve 7% diaspora ka dhënë para. Dëgjoj, ne derisa nuk e shohim kulminacionin e atij misioni që shpëtojmë një jetë, ne vazhdojmë me kritika, po kur vjen në fund edhe e shef se dikush Arnora, Labi apo dikush tjetër ka shpëtuar një jetë njeriu ose I ka ndërtuar dikujt një shtëpi, atëherë dihet që nuk ka qenë lojë as nuk ka qenë për karrierë personale, sepse unë karrierë kam pas, unë kam shfrytzuar karrierën, emrin tem. Nuk ka pas. Edhe unë mendoj pikërisht që kjo është ndikimi I personave publik, mendoj që ja kemi bërç njerëzve me përdor emrin ton, ndikimin ton. Sidomos që unë prej Zotit dhe prej këtij populli kam arrit këtë famë që kam deri sot dhe pavarësisht jetën e mirë që kam sot, normalisht me punë. Dhe Zotit zërin me zërat më të bukur shqiptar. Padyshim, po unë jam mirënjohës edhe do të vazhdoj me kam mirënjohës, unë jam me kam tokë akoma. Dhe mendoj që njerëz të mëdhenj gjithmonë qëndrojnë me kam tokë siç jeni ju. Lavi do të kisha ndalë, ka ndonjë moment, ndonjë histori, ndonjë ngjarje që të ka prek thellë emocionalisht në shpirt gjatë gjithë rrugtimit tënd drejt humanizmit? Shiko, ndoshta mbi 100 raste ose më shumë raste janë të argumentuara dhe janë nëpër televizione që kanë xhiruar se kur kemi të bu para raste me leukemi, domethënë vajza 3, 2 që I mbaj mend Yvesa I stogut, vajzë e re, njëherë kishim gjithë shpresë që po shpëton, po ndroi jetë, po me çfarë pozitiviteti e ka përjetuar atë kohë të leukemisë kur ishte në Turqi, edhe Aurora Bytyqi. Domethënë këto 2 raste I mbaj mend prej shumë rasteve tjera, nganjëherë më kujtohen që pse punoj nuk e fat për me jetu edhe ato, sepse çdo kush dëshiron me shpëtu një jetë, sidomos kur janë 3. Më rrin pak si në krye ato 2 vajza gjatë krejt asaj bamirësisë që kam pas, aksionin që kam pas. Po, të kujtohet ndonjë moment, ndoshta ndonjë fjali, ndonjë urim që ke marrë si më të veçantë gjatë jetës tënde? Ka shumë. Ka shumë. Që mu I mendosët? Unë njifna prej aty në emrave ose rastet të mia humore kanë qenë të rana. Zakonisht më I mia dalë rasteve të rana, kështu edhe përgjithësi një jetë. E duroj barrën edhe I dalë deri në fund. Ka shumë urime, ka shumë shkrime. Nuk po më kujtohet një vajzë e cila edhe u feju, ka shpëtuar prej leukemisë, është e Prishtinës. Ja rrova emrin, ajo ka pas shkruar kaq mirë, edhe status edhe ka qenë në emision dikun. Emrin s'po ja kujtoj, po ka shumë prej tyre. Si të bën ndihesh kur e sheh që ke lënë pas veprat mira, ke gëzu familje, ke shpëtu jetë? Normale është një ndjenjë pa përshkruar. Është një ndjenjë si me rilin prap. Se ti je një individ, ama ke shumë veta përpara që presin prej dikujt. Ju e dini ka raste që ndoshta nuk kanë shpresë te Ministria e Shëndetësisë, vinë atë trokasin neve nëpër derë, ose thrasin familjarët e tyre. Domethënë është ndjenjë shumë e mirë, ka raste që më takojnë nëpër rrugë ose dikun thotë më kënë ndihmu në filan rastin, ose prindi thotë ma ke shpëtu djalin ose vajzën. Kjo është pasuni më të madhe s'ka për mua. Labi, a mendon sado që ka njerëz vullnetit mirë si që edhe ndoshta ka edhe shumë të tjerë, a mendon që duhet dora e shtetit me qenë pranë këtyre njerëzve, sepse po ta them sinqerisht, ndoshta duke mos qenë shumë pranë me pa realitetin e hidhur, nga kjo që I kam pa këto ditë, mendoj që sado që mund bëjnë individet, dora e shtetit duhet me I prek familje. Unë mendoj që shteti, Ministria e Shëndetësisë mundohet, te ne në Kosovë nuk trajtohen në rastet të leukemisë, domethënë në nivelin e duhur, për atë arsye edhe I udhëzojnë edhe drejtoria
e spitaleve atë prej nga nxirren këto raste që shkojnë nëpër Turqi ose vende tjera. Unë mendoj që mundohen, po në të kaluarën kanë bërë edhe keqpërdorime personat. Donacionet që ka përgjegjësi Ministria e Shëndetësisë ka pas keqpërdorime në të kaluarën. E unë mendoj që nganjëherë i kanë ndalë. Mirë po është një farë shumën varësisht sa veçanër është personi. Nëse zgaboj, nër 18 vjetë është 70 me 30. Në më thonë, 70% Ministria e financon rasin, 30% vetë individi. Nëse zgaboj kështu ka qenë. Po pa dyshim, a mendon që ne si shtet me kushtet, me buxhetin që i kemi, nuk mujmë ju dalë ndihmë, qëto të paktën rregullimi ndihma sociale, të paktën rregullimi i njerëzve ndihmë nështë edhe për mja marru shtëpijat apo organizatave të ndryshme që integrimin e këtyre personave në komunitet, në shoqëri. Ka raste që mendoj që buxheti i shtetit mendoj që mundet me imbulu, sepse ne nuk jemi ndonjë vend shumë i madh. Padyshim që dora e shtetit ndryshon ka gjë shumë vendin ose varësisht çfarë kërkohet prej shtetit. Unë mendoj që gradualisht edhe tani edhe në tarmën vinë të përmirësu gjanat, ma mirë se sa të kaluarën është sot. Mendoj që jenë paku pak rastet, se kanë bërë disa reforma shëndetësi, por nuk jam fort në qasën që më t'i tregu sakt. Unë zakonisht dhuroj donacione personale kështu, ku ka në rast. Edhe i inkurajoj familjet vetë me pas qasje me spitalet atje për shkak mos më kesh përdor parat e popullatës. Atër kthejmë pak tek jeta juaj, si arrini me balancu jetën personale, familjare, profesionale, muzikore, duke i ditë angazhimet e tuaja dhe angazhimet humanitare, ato shtanku familja, ndonjëherë ma shumë bën për të tjerët se sa për ne. Ata e dinë që bëj shumë për të tjerët, edhe janë mësu me mua, mirë po, edhe të tjerët ka bërë për mua, edhe ka raste edhe që njerëzit edhe mu më kanë ndihmu. Nuk mund me thonë dikush që erdha në këtë jetë, po shkoj pa i ndihmu dikush. Është rrena, jo. Kam arrit me menaxhu situatën, domethënë edhe karrierën, edhe nga ana familjes, edhe këto fushë atje, pastaj edhe më herët edhe në politikë, gjë që në tarmën do të vazhdoj prapë. Mirë po, unë jam mirënjohës familjes, se më ka kuptu thellësisht, dhe ka raste që kanë qajt krejt kur kanë parë një jetë të njerit që ka shpëtuar, u kthye shëndesh e mirë në shtëpi. Është nevojshme më të përkrah familjen në kësi rast. Labi, mos marrim më shumë kohë, sepse unë si që ceka sot do të vizitojmë organizatën Handy Fair, atje na presin edhe shumë të tjerë, por që kemi një rast të veçantë, është një djalë flamur i cili sot e ka ditëlindjen dhe që është një fans i jashtëzakonshëm i Labit, flan edhe quhet me këngët e tua, është i vetmi djalë në familje, jeton me paralizë cerebrale, në kushte shumë vështira ekonomike. Arsyeja pse jemi së bashku këtu me Labin është sepse pikërisht sot do të shkojmë t'ia zbukurojmë ditën dhe t'i tregojmë që nuk është vetëm edhe në momentet të vështira, kështu që gjëja që mund ta bëjmë sot është të paktën t'i dhurojmë një buzëqeshje dhe t'ia dërgojmë këngëtarin e tij të preferuar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Labi. Dhe të përcjellshin gjithë të mirat, kështu që po të falenderoj personalisht për punën, mundin, çdo gjë që e ke bërë për popullin shqiptar. Shumë faleminderit. Vazhdoni edhe ju me as mundësi sa keni, edhe gjithë ata që kanë nevojë, ne do t'i përkrahojmë. Faleminderit shumë. Shomurime hati, shomurime hati, shomurime për flamurin, shomurime hati. Mashallah, urime ditëlindjen. Shumë të mirë zemër. Hajde, një duat të lidhje për flamurin urime. Hajde, flamurin.
prime. Shëndetje për krejt juve. Jemi që po takohemi prapë. Flamurin e kem vendas. Kam marrë mja bos surprizë. Ditëlindjen. Faleminderit do të thonë Flamurit. Respekt, mirë. Unë në emën Flamurit, ju falenderoj shumë. Sot Flamuri ka ditëlindjen, labi bashkë me Arnorën, kam shprej dëshirë, mja bë këtë surprizë. Ju falenderoj shumë në emën të sistemi. Faleminderit që më ke thirrë me gëzu këtë shpirt. Unë kam pas rastin me qenë këto, edhe sa që kam pas nevojë më përgjigj. Lavi, faleminderit që pranove ftesën edhe ne dashëm ja bo surprizë Flamurit. Si ka mirë. Ops. S'ka problem, vazhdo. A preferim shirin? Frije. Hajde bashkë me labin? Bashkë me labin? Hajde, 1, 2, 3, oba bashkë. Bravo. Tashme prej tort. 25 vjetë. Flamurin e kemi antarin më të mire. Shumë aktiv. Lypë më arë shpesh, është fanë si yti. Respekt, më një shumë. Unë në emën Kreqëshnis, pja uroj Flamurit ditëlindjen, edhe në emën të Arnorës, edhe këtine vajzave, djemëve të ri që janë vullnetar, edhe me zonin Fazlije ne kemi punu shumë herë. Ju përgëzoj dhe ju dash Zoti forcë për punën që bëni për çdo antar të kësaj shoqate. Ti më bën të vuaj, ti më bën që të fisonte, gotën do ta thej. Për hir të bukurisë tonë, për Flamurin. Hajde Flamuri, bravo! Gëzuar. Labi, të ishte me përcjellë edhe një porosi për e teje, duke qenë që gjithmonë një pranë njerëzve edhe gjithmonë sidomos nga njerëzit që të dojnë edhe të adhurojnë, një porosi për krejt shqiptarët. Shqiptarët janë popull human, edhe deri në lirimin e luftave të lirisë kur e kena gëzuna si shqiptar, jemi mbajt vetë në forcat tona, edhe pavarësisht se liria Kosovës ka ardhur, është shumë e rëndësishme që ne mos ta lajmë kes njëri tjetrin, kontribojmë me zemër, sepse jemi popull bujar edhe e kemi simbol Nën Terezën që do të vazhdojmë rrugtimin e saj për të gëzuar rastet. E sidomos për këtë kategori, unë besoj që edhe shteti do të më bë më shumë, por gjithsesi një mesazh për ministrinë, për qeveritë që të kontribojnë më shumë sepse ka nevojë shumë. Faleminderit shumë që gjete kohën edhe ne do mundojmë të përshëndesim gjithë një nga një dhe faleminderit që keni ardhur krejt. Sa keni pas vështirë me integru, ndërsa qoftë në organizatë, qoftë në shoqëri? Tham drejtën, kemi pas shumë vështirësi më herët, tash që kemi më lehtë, mirë po kushtet nuk janë të mjaftueshme për shkak që hapësira është shumë e vogël. Siç e pa kjo sallën aty, sot janë vetëm 50 anëtar. Ana i kemi 1980, me siguri edhe ata tjerë kanë me u lëndu, kanë me unit ofendum që si kemi ftu. Mirë po, në rrethana të tilla nuk ka mundësi me u përfshirë të gjithë me një ditë. Brenda javës, shërbime në këtë qendër o marrin 150 deri 170 persona brenda javës. Duke besuar gjithmonë vullnetin e mirë, unë mendoj që ky vend do të më pas një hapësirë shumë të madhe sepse të integrosh njerëz që ndoshta ka nevojë shumë për përkushtim dhe për mund
që me i sjell në gjendjen çfarë me integru në shoqëri. Unë besoj që do të ketë edhe njerëz vullneti të mirë, por që shpresoj që institucionet e Republikës së Kosovës t'i kenë parasysh këtë kategori të njerëzve dhe pse jo mos më dalin krahas, sepse ne të gjithë meritojmë me u trajtu të barabartë, si ja delni në përgjithësi me gjithë tatrin, me gjithë këtë entuziazëm që unë e pash sot, edhe gjithë këtë dashuri që ta japin çdo ditë, ndoshta është që kjo dhe vullneti. Vullneti është shumë i madh që s'ka gjatë që na ndal, përndryshe po mos ishte vullneti edhe ne nuk kishim mujt me ballë asgjë. Po e falenderoj shumë edhe rinien Feriza Jase, në kuadër të shoqatës i kemi 40 vullnetarë që ofrojnë shërbime sociale në teren, bëjnë pastrimin e shtëpive, pastrimin e vetë personit dhe pregaditjen e ushqimit. Se ndoshta gjithë këto aktivitete s'kishmi mujt me i ba krejt vetë. Falenderoj edhe një donator nga Gjermania, shoqatën Selam, në krye me Idriz Alion, ku para 3 vite ka pru mjete ortopedike mbi 120 karroca dhe 30 skutera, 12 karroca elektrike, ku sot ka ndalë në pah ma shumë persona me aftësi të kufizuar, nashti dikuj edhe i pengojnë rrugë se ka lëvizshmëri më të madhe të tyre, se mjeti ortopedik e banë lëvizjen më të lirë tyre. E kemi leokopeden në kuadër të shoqatës, e kemi psikologa, kemi një infermiere, e kemi edhe vullnetarët, e kemi edhe profesorin e artit që i kursin e marrë në baza vullnetare këto. Mirë po për me ardhë ma shpesh me umajt kjo terapia artit që ka nevoj, se këta që nuk mujnë me komuniku me të folurit, ata mujnë me shprej me dorë atë shka e mendojnë, për mi odhanë ato mundësina do të me pas mjetë e pak ma tepër. Çfarë aktivitetet zakonisht zhvillohen këto përveç artit? Kemi artin, kemi terapinë e leokopedis, terapinë e psikosociales, e kemi edhe shërbimet sociale në teren, e kemi edhe kursin IT-s që matë këtu, majmë edhe trajnimet ndryshme për pavarësimin e tyre. Cilat janë vështirësitë ndoshta që ti has më shumti dhe çka kërkohet konkretisht ti si psikologe të ju ofrosh ti komunitetit kësaj shoqërie? Kërkesat më të mëdha për mbulueshmërinë e shërbimeve janë për shërbimet për fëmijë, seanca stimuluese për fëmijë, vështirësitë më të mëdha janë për shkak se nuk po mundin të mbulojnë gjitha kërkesat që kemi ose rasteve që lajmërohen çdo ditë brenda organizatës. Sa arrini me menaxhu ndoshta gjithë këtë numër, si janë oraret e juaja gjatë javës apo si janë aktivitetet në këtë organizat? Aktivitetet janë të ndryshme, duke përfshirë aktivitetet grupore dhe individuale. Për shembull për fëmijë me vështirësi të ndryshme, kryesisht ofrojmë shërbime individuale, nga shërbime individuale psikologjike, logopedia dhe fizioterapeutike, dhe për secilin fëmijë, për çdo lloj shërbimi duhet 40 minuta. Vazhdojmë bisedën me profesorin e arteve, Ilmi Sadiku, i cili në mënyrë vullnetare me vite me radhë i shërben kësaj organizate dhe këtij komuniteti. Na thuaj pak nga të erdhë inspirimi që ti inkuadrosh në këtë organizatë dhe të ndihmosh njerëzve me nevoja të veçanta. Përshëndetje, e para mirë se keni ardhur na vizitu në ateljen tonë të improvizuar, ku na ditë që çdo artist e ka një atelier, mirë po na e kemi një atelier të improvizuar që shumë aktivitete tjera i lojmë anash dhe vi punojmë me personat me aftësi kufizuar. Aktivitetet nga kanë ardhur inspirimi është e lehtë të thuhet, por ndoshta me realizu sepse çdo ditë na po ballafaqohemi me raste të tilla ku janë shumë të prekshme dhe shumë të dhëmshme. Na aktivitetet i bëjmë një herë në 2 javë për shkak të hapësirës që kemi dhe mundësive që kemi shumë të vogla për me realizu këtë aktivitet. Sa po arrini mja dalë që me shpreh ata talentin e tyre përmes artit? Sa i përket fushës profesionale nuk e kemi as pak të rëndë, mirë po se përket kushteve e kemi ekstrem të rëndë, thash dhe merët, e kemi një atelier të improvizuar dhe sigurimin e materialeve që dihet në fushën e arteve që materiale për piktura është bega i shtrenjtë, mirë po mundohemi bashkërisht
me e realizu këtë aktivitet dhe mos më ndalë. Këto piktura edhe shiten? Po. Kush është interesuar mundet me i marrë këtu në ateli, edhe normalisht duke janë ndihmu edhe duke ja vlerësuar edhe punën juve edhe komunitetit, besoj që do t'ishin ndi edhe me të vlefshëm nëse pikturat e tyre dalin edhe shiten në vende të ndryshme, kështu që unë shpresoj që ndoshta edhe bizneset të cilat kanë hapësirë për piktura do t'i dalin në ndihmë dhe pse jo mos t'i ofrojmë më afër shoqërisë, më afër njerëzve që në një formë si tjetër t'ju lecohet, të paktën puna edhe le të ndihen të vlefshëm sepse po punojnë diçka, sepse arti i tyre dhe puna e tyre po vrihet që është jashtëzakonshme dhe shumë të talentuar. Blerina, faleminderit për dhuratën, ta zemra. Këtu janë 3 librat e tua, Guxo. Buzëqesh për të nesërmen, ha? Edhe ëndrat e mia. Edhe ëndrat e mia. Cilat janë ëndrat e tua? Cilat kam shumë ëndra. Jemi këtu së bashku edhe me një antar të organizatës Hendifer, Sinan Aliu. Sinan, si po kaloni në organizatën të Hendifer, cilat janë kushtet? Kalon shumë mirë. Kushtet i kemi tepër të mira, aktivitetet i kemi shumë të mirë. I kisha lutë gjithë ata vullnetarë në vënitet një objekt pak më të madh, se e kemi gjatë hapësirë të ngushtë. Los ata gjithë ata vullnetarë me në mbështet. Në mbështet Hendiferin. Sa të kanë ndihmu Hendiferi që je këtu pjesëtar i organizatës? Shumë më kanë ndihmu Hendiferin. Cilat janë aktivitetet e juve këtu? Aktivitetet i kemi të ndryshme, kemi vizatime, bojmë, shkojmë në për vende të ndryshme, jashtë Kosovës, edhe gjithë aktivitetet i bojnë me Hendifer. Apo kënaqeni këtu kur të lidheni bashkë? Tepër, kënaqësia e madhe. A keni qef më mbledh më shpesh? Më shpesh kemi qef më mbledh, po një nevojitet për shembull me pas një objekt pak më të madh, se me hapësirë të ngushtë. Kemi nevojë për shembull gjithë ata vullnetarët me mbështet. Shpresoj edhe unë besoj që shqiptarët janë me zemër të madhe dhe inshallah shpresoj që një ditë ta keni një vend më të madh dhe të keni mundësi më të shpeshta që të bashkoheni edhe të keni aktivitetet e juaja. Zonja Fazile, unë u kënaqa shumë sot, kalova një ditë mjaft bukur. Unë besoj që shembullin tim kanë me ndjek edhe shumë tyra publike dhe shumë martesë dhe shumë njerëz me ndikim që me qenë pranë një komunitetit të tillë, mirë po ajo që mura sot mura shumë dashni edhe dashni sinqerë, dashni pa kushte. Nuk po di shumë tonë, po mu ka qilë zemra prej përqafime, prej dashnisë që më kanë dhuru sot këtu në qendrën tuaj Hendifer. Faleminderit për pritjen edhe shpresoj që keni kalu mirë dhe ju. Ne ju falenderojmë shumë. Prezenca ju ka një kënaqësi e madhe për neve. Ju falenderoj edhe për surprizën që ja keni bërë programit. Kjo ka qenë një kënaqësi e dyfishtë për neve.